Doktor, ne ndoshta nuk e kemi shumë të qarta momentet kur abuzojmë me orë të tëra para ekraneve. Cilat janë shenjat ku vërtet ne kemi filluar ta dëmtojmë shikimin, pra kur kemi filluar të jemi në hapat e para të një miopie? E drejtë. Shenjat fillojnë qysh këtu që për shembull të rriturit janë natyrisht më të ndërgjegjësuar për veten e tyre dhe mund t'i dallojnë gjërat më mirë se sa një fëmijë. Fillojnë të kenë probleme me shikimin larg, mund të jenë në makinë dhe mund të kenë, sidomos në darkë, kur ulet niveli i ndriçimit, mund të kenë vështirësi për të dalluar tabelat nga larg. Kjo është një ndër shenjat që na shfaqet shpesh edhe si një ankesë kur një i rritur paraqitet për vizitë, për shembull. Ose ka punën përpara kompjuterit, thotë kam ngarkesë te koka ose dhimbje koke dhe nuk e shikoj mirë, thotë. Siç kam parë pak më përpara ekranin e kompjuterit. Për shembull, mund ta dalloj që nuk shikon mirë televizorin siç ka pas parë më përpara, për shembull, ëh. Pra që janë disa shenja dalluese.